Dy automjete u përfshin sot në një aksident teksa u përplasën me njëri tjetrin në hyrje të qytetit të Fushanzit. Njëri nga automjetet e përfshira në këtë aksident po transportonte një të sëmur që kishte pësuar atak kardiak. I sëmuri që po transportoi në spitalin e Fushanzit, pasi u zbrit nga makina e përplasur e identifikuar se kishte vdekur. Policia e cila mburriti menjëherë në vendin e ngjarjes, teksa bëri kçyrjen e vendit të ngjarjes, arriti në konkluzionin se 50 vjeçari Kolndreca mund të kishte pësuar vdekjen para përfshirjes në aksident të mjetit që po transportonte drejt spitalit të Fushanzit. Policia bëri të ditur se rrethana që gjeti vdekjen 50 vjeçari do të përcaktohen nga ekspertiza mjekoligjore, ndërkohë që njëri nga drejtuesit e mjeteve të përplasura u shoqërua në komisariatin e policisë së Pukës për të sqaruar më tej rrethanat e ngjarjes. Burimet e informimit brenda grupit hetimor i pohuan Puka Televizion se shkak për përplasjen është bërë shpejtësia e madhe me të cilën po lëviznin të dy automjetet, njëri prej të cilëve transportonte një rast urgjent.